zoti Haradinaj. Në këtë rafsh, unë po shoh mungesë të guximit të opozitës për të reaguar në këto pika. Nuk ka që ka hup më opozita më shumë. Opozita duhet me dalë edhe me kallëzu që kjo është e kundërlidhshme, kjo është korruptive, kjo është abuzive. Dhe nuk mund të përdoren parat e buxhetit për t'i blerë votat. Dhe kur e shoh që ka mungesë reagimi, në fakt ishte përparim Ramaj që reagoj me një reagim të guximshëm, dhe unë do doja opozita të ishte ashtu e guximshme që të ketë reagime të tilla, të ketë veprime konkrete për t'i ndalu këto abuzime. Për ndryshe është e pa kuptim, zonja Lushaku, për mu, që opozita të marrë pjesë në zgjedhjet e tilla. Jo, absolutisht duhet ta keni si mundësi edhe bojkotimin total të krejt zgjedhjeve dhe pastaj ballafaqimin në rrugë. Për kështu mbrohet demokracia. Nëse presim vot në këtë atmosferë elektorale, atëherë vota kanë frikë se nuk mundet me dhënë rezultat. Absolutisht, keni drejt në këto që po thoni, po kjo është përtej partive politike. Kjo është veprim i një qeverie me kompetenca të kufizuara, që thret mbledhje në gjysmë të natës dhe online e marrin një vendim, burra e gratë, përfaqësues këtij vendit, me bo një subvencionim prej 2 milion eurove, një ditë përpara se me fillu fushata, për çka? Për aviokompani, për çfarë urgjence, kur një urgjencë, do me thonë asë një urgjencë nuk ka pas, ata e marrin vendime. Dhe çka është kjo? Kjo është vepër penale. Ata janë të përfshim në një vepër penale. Dhe kjo për këtë kërkon reagimin e prokurorisë të menjëhershëm. Opozitës fillimisht. Të prokurorisë, sepse ka të bëj me paranë publike, do me thonë, është shkelje edhe e ligjit të prokurimit publik, në qysh jepër, me të tregomi me qëfar forme ka të drejtë, ndonjë ministër, ti ndonë 2 milion euro, me qëfar forme, aq ma tepër kur je qeveri në detyrë. Dhe përveç kësajna, është paraja publike. Nuk mund është ti me definu pa pas projekt, pa pas buxhet, linjë buxhetore të veçantë. Krejt këto rregulla po i shkel, do me thonë, po vim të qajo që kjo qeveri, edhe Kurti, nuk i njohin rregullat. Këta i kanë shkel rregullat, edhe vjen kur? Vjen për para fushatës elektorale. Kjo përveç që e cënon garën, e dëmton garën, dhe na qet krejtve në një pozicion të pabarabartë. Dhe unë absolutisht e kam mirë kuptimin e plot për këto që po thani, që si parti politike duheni me e thirr edhe me konsideru bojkotimin e zgjedhjeve. Po kjo nuk është zgjidhja. Çka po bëjmë ne? Po e lëjmë vendin prapë në krizë politike? Na duhet me e instalu një sistem funksionimi demokratik, një dakordim të gjithëve, që rregullat duhet me qenë të pakontestueshme, ato respektohen. Ai zotriu atje që ka marrë duhet me dhonë përgjegjësi penale pse e merr këtë vendim. Me çfarë? Plus, argumentimi është shumë problematik. Thot që e merr për mërgatën, ndërkohë që thot e kombo për turizmin. Ndërkohë që veç mos harroni, t'ja u kujtoj qytetarëve që na kemi thirrë si parti politike seancë të jashtëzakonshme. E kemi lutë me ndiku në çmime, me ullë çmimin e naftës, me ja u mundësu bujqve që rendimentet me i qitë me çmim më të lirë, me ja u ullë shpenzimin e naftës, çmimin, nuk e ka bo, se ka dasht me mbledh ma shumë pare, që ma ndej me shpërndate të kush don ai vet. Krejt këto janë planifikim i tij për me fut vendin në krizë, për me shku